së bashku në minutat e para të emisionit Fitër Bajramit, edhe si gjithmonë mund të themi intervistën e parë e kemi me krye-imamin e Bashkisë Islame të Ulqinit, zotri Ali Bardhi, për të folur se si duhet të festojmë Bajramin, se cila është rëndësia Fitër Bajramit, edhe mund të themi ndoshta se sa duhet të lidhemi edhe më shumë, si gjithmonë japim këto mesazhe që të jemi më të lidhur me njëri tjetrin, por njëherë të gëzuar Bajramin me zemër të mirë për ju, për familjen, për gjithë miqt. Gëzuar. Kam nderin kënaqësinë që edhe njëherë juve, stafit tuaj, televizionit, shikuesve, televizionit Teuta, gjithë besimtarëve që uroj festën e Fitër Bajramit, apo Bajramit madh siç e themi ne në traditën tonë, duke ju lutur Zotit që të ne i ketë pranuar gjitha lutjet, adhurimet, lëmoshat tona, zeqatet tona, gjitha ato të mira që kemi realizu gjatë këtij muaji, inshallah. Erdhi Bajrami, edhe ne themi gjithmonë erdhi shpërblimi, pas një muaji të Ramazanit. Erdhi shpërblimi. Ashtu edhe kur e kanë pyet profetin alayhis salatu vesselam se kur e merr personi shpërblimin e vet pas agjerimit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë se ashtu si ai punëtori i cili e kryen punën dhe në fund e merr shpërblimin e vet, në të njëjtën mënyrë dhe agjeruesi e merr shpërblimin e vet. Kështu që ne me shpresën që kemi marrë gjithë ato shpërblime inshallah prej të Madhit Zot. Gjatë gjithë muajit të shenjtë të Ramazanit, televizioni Teuta me Bashkinë Islame të Ulqinit kena pasur një bashkëpunim të mirëfillt, ku jemi munduar edhe nga ana juve me hoxhallar të ndryshëm të përcjellim tema të ndryshme kushtuar muajit të shenjtë të Ramazanit. Me sa janë të rëndësishme këto dhe si mendoni sa kanë qenë të dobishme edhe për shikuesit? Natyrisht ne tashtë kemi një bashkëpunim të kahershëm, si thosh do thoja, të sa vite, dhe është një gjë e mrekullueshme, në qoftë domethënë nga ana juaj që na jepni këtë mundësi, natyrisht, dhe gjithë ata donatorë të cilët kanë kontribuar, po njëherët edhe gjithë ata hoxhallar të cilët kanë gjetë gatishmërinë që të marrin pjesë në emisionet e tyre duke përcjell mesazhet e bukura të muajit madhëshëm të Ramazanit. Kjo gjë natyrisht ka rëndësi të veçantë për faktin se në për xhamia domethënë ekzistojnë ligjërues të ndryshëm të cilët vijnë, apo qoftë imam të vendit, apo imam të cilët kombinohen në nga një xhami në një xhami tjetër, por mendoj që është një pjesë tjetër e cila ndoshta më pak i frekuenton xhamit, por edhe pjesa e thyer e shoqënisë, domethënë, të cilët nuk kanë edhe mundësi që dalin, por njëherët kena edhe diasporën tonë, të cilët jetojnë jashtë shtetit, dhe të cilët gjejnë mundësinë që të marrin mesazhet nëpërmjet nesh, sepasi vazhdimisht ne na njoftojnë për emisionet e tona që realizojmë në bashkëpunim me ju, qoftë nga Evropa, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët i ndjekin emisionet çdo natë të emisionet e tona. Por është edhe një veçantë tjetër se në kohën e iftarit, ku gjithë domethënë veç janë afër sofrave të veta për të hapur iftarin, edhe aty në atë çast domethënë në atë moment janë gjithë njerëzit e shtëpisë dhe dëgjojnë mesazhet e Ramazanit. Për këtë ka një rëndësi të veçantë të media. Domethënë ashtu siç e pohojnë edhe studiusit më të mëdhaj, thonë që media është, si thosh, nuk do të thoja ta përdorë fjalën e tyre arma e tretë, e katërt. Fuqia e katërt. Po fuqia e katërt, si thonë, e ka atë peshën e vet, pasi mesazhin mund ta përcjellësh shumë më mirë nëpërmjet medias. Tani, gjatë muajit të Ramazanit, në kohën e iftarit, ka gjallëruar edhe qyteti, jo me vizita tek njëri tjetri, jo duke bler ato sumunat, pastaj në 10 ditën e fundit është gjallëruar, le të themi, përsëri edhe në mesnatë, kur kemi pasur edhe namazin e natës. Tani sot gjallërohet ndryshe, gjallërohet edhe me petullat e mëngjesit, edhe me kafen e mëngjesit, edhe le të themi me namazin e Bajramit. Si ishte në fakt sot? Po ashtu siç domethënë gjithë këtë muaj e kemi kaluar me një intensitet natyrisht pozitiv, duke marrë energji pozitive, duke përcjell
tek njëri tjetrit energjitë më të mira, pozitive që mund të themi. Dhe sot konkludon me festën e Bajramit, pasi ne festojmë sot pas një maratone do të thuhet, do ta quaja maraton, që një muaj pak a shumë, me ibadete dhe madhurime. Tashti jemi të denj për të festuar gjithë, sepse gjithë cili prej nesh me aq mundësi sa ka pas, është mundu që të realizoj si të thush këto adhurimet e veta, lutjet e veta, sakrificat, lemoshet e veta. Elhamdulillah, sot gjithë festum së bashku në 28 xhamit e komunës së Ulqinit. Në të gjitha xhamit është falë, domethënë namazi Bajramit, ka pas ligjëratat që i përshtaten kësaj feste dhe arritjeve që kanë bërë domethënë besimtarët gjatë këtij muaji, dhe në të gjitha, si thush, xhamit është fal namazi Bajramit dhe gjithë njerëzit kanë dalë, si thush, me atë lumturinë, sepse festojmë gjithë së bashku pas një muaji që ishte muaji i Ramazanit, pas një muaji me do të thoja me intensitet të madh të adhurime dhe ibadeteve të ndryshme. Çfarë ka të veçantë ky namaz? Namazi i Bajramit, çfarë ka të veçantë? Namazi i Bajramit, po ta shihni, për nga pesha fetare, për nga rregullat e fikut, jurisprudencës islame, nëse do ta flasim kështu, nuk është në kategorinë e farzit, pra si që janë namazet e ditës janë të obligume, por e merr rëndësinë e vet, sepse është namazi i bashkimit, ku gjithë besimtarët, gjithë njerëzit të bohen. Natyrisht në kohën e profetit alayhis salatu wassalam, apo edhe për një çast dhe në kohën e disa halifeve të para, ka qenë praktikë që të falej Bajramin në një qendër, në një shesh, ku gjithë njerëzit të mblidheshin. Natyrisht, edhe ne e kemi realizuar këtu, por për shkak të kohës, tashti duke e ditë se është duke ardhur drejt stinës së dimrit, domethënë, edhe Bajrami, domethënë edhe muaji Ramazanit, por edhe të dy Bajramit, atëherë vështirëson, sepse rreshjet e bajnë shumë të pamundur që të jemi jashtë. Por gjithsesi, domethënë, nëse nisna prej vendeve nga ka lind Islami, nga Mekka, Medina, atje domethënë mund të ketë rreshje, por në përgjithësi moti është shumë i mirë dhe prandaj ata i kanë pasur edhe kushtet më të mira. Edhe ajo esenca që është që të mlidhen gjithë së bashku, të festojnë së bashku, të përshëndeten së bashku, të bëjnë Bajram gjithë së bashku dhe në një farë mënyrë të takohen gjithë së bashku aty. Në kohën e profetit alayhis salatu wassalam kanë dalë bile edhe gjinia femrore kanë dalë në faljen e namazin e Bajramit. Normal kanë dalë, domethënë ku kanë janë, domethënë, edhe ato kanë pas vendin e vet dhe pozicionin e vet për të falë namazin e Bajramit. Por këto kushtet janë shumë më të vështira natyrisht, sepse edhe pamundësia e objekteve dhe gjitha të tjera, domethënë ka kaluar një traditë tek ne pak më ndryshe, atë arsye dhe nuk është. Edhe na vjen ai Zoti i shtëpisë që na prun Bajramin në shtëpi pas faljes së namazit. I Zoti i shtëpisë apo Sa është duke u mbajtur tradita e kohëve më përpara, sepse e dim që më përpara vizitat kanë qenë më të shumta tek njëri tjetri, por kohëve të fundit si është duke qëndruar ky fakt? Në fakt, ajo që do të thoja, do ta lidhja pak muajin e madhëshëm të Ramazanit, tashme do të thoja janë bërë me ftesa tash në një farë mënyrë, edhe këto detyrimisht të afërmit, domethënë rendi i parë, do të thoja, familja e ngushtë, të thoja, por edhe brezi i dytë apo i tretë, po thoja, domethënë se mund të ketë iftare të atilla që ku kemi pas rastin ne të marrim pjesë në këto iftare, ku të kenë qenë pranishëm edhe të afërm deri në 100 persona apo 50 persona, qoftë në ambientet e shtëpive, sipas mundësive, po në qoftë edhe në restorane, në një farë mënyrë besimtarët apo akrabat apo të afërm shkojnë të njëri tjetri, por ajo që kohëve të fundit, viteve të fundit, do të thoja, vizita në shtëpia për të përcjell njëri tjetrit festen, si duket ka një zbehje, ndoshta edhe për faktin se
domethënë njerëzit mundohen jeta ndoshta më dinamike. Po dinamike apo diçka tjetër, por gjithsesi kjo duhet të mbahet një gjë e tillë, duhet të ruhet një traditë e tillë, sepse ne po shohim sot edhe kur kemi ndonjë rast, ndonjë rast të mirë apo ndonjë musibet apo ndonjë gjë tjetër, pak a shumë nuk i realizojmë më në shtëpi. Nëse kemi një fejes, martesë apo diçka tjetër apo një musibet si vdekje, të gjitha këto pak a shumë tash realizohen në jashtë ambienteve të shtëpive. Kështu që kjo në një farë mënyre i largon njëri tjetrin nga shtëpitë dhe duhet të jetë konkretisht festa e Bajramit ajo e cila na bashkojë dhe të na mbaj lidhje ku njëri tjetri të vizitojmë shtëpitë e njëri tjetrit. Dhe kjo duhet të qëndrojë sepse domethënë njerëzit tek njëri tjetri shkojnë me rrallë apo në një vizitë apo në një kafe apo diçka tjetër, por në kohën e Bajramit pa e u zgjat shumë, domethënë vizitat e njëri tjetrit është gjëja më e përkrym që është do të thoja qysh herët qysh në fillimet e Islamit deri në traditën tonë edhe që e kena edhe në vendin tonë një gjatë tillë. Dafina, ne si të vegjël gjithmonë kemi pas atë mezi kemi pritur që të zgjohemi në mëngjes dhe të veshim rrobat e reja dhe të dalim për Bajram. Por kësaj Bajrami i fëmijëve. Bajrami i fëmijëve. Por edhe kjo, nëse do ta shohim, edhe kjo është zbeh pak sepse ne kujtojmë gjithë ato fëmijë, domethënë kur i blenim rrobat teshat, të cilat ndoshta i blenim 2 javë para, apo adin edhe i runim këto do t'i veshim për ditën e Bajramit. Dhe i shikojshim për ditë. Ditën e Bajramit, tashti kjo nuk është fort, nuk është sepse do thoja, elhamdulillah kushtet kanë ardhur, shqyr Zotit, kushtet më të mira. Si nuk na mungon gjë. Nuk mungon gjë, do thoja, edhe njeriu domethënë sa herë që del dikun, domethënë në një shtëpi qoftë brenda shtetit, qoftë jashtë shtetit dikun, dhe më një herë domethënë i blen ato dhuratat, si më thonë apo rrobat për fëmijë. Kështu që fëmija nuk janë më në ata kushtet e mehershme, duhet të kuptojmë që kjo ka sjell është një do thoya një ndryshim social, ekonomik, si vjen shtëpi ekonomike, por ndryshim social, që ka prodhuar ndryshim social. Dhe kështu që tashmë ata fëmija ditë Bajramit, si domethënë nuk është më ajo ndjenja, sepse më përpara, siç thamë, domethënë ndoshta kanë qenë kushtet shumë të vështira dhe njeriu ndoshta ka bler një herë rroba vetëm për Bajram. Po, e vërtetë. Dhe ato i ka bërë gjatë gjithë kohës dhe natyrisht që ka qenë ajo kënaqësia e madhe kur e ke vesh një rrobë të re. Gjithmonë njeriu e ka atë, edhe jashtë Bajramit e ka atë, domethënë idenë për me vesh rrobën e re, por e veçanta që ka qenë domethënë traditën tonë edhe që e përjetojmë edhe na, që e kena përjetuar si fëmijë, unë e kujtoj, domethënë ka qenë dita e Bajramit, të me vesh rrobat e reja. Është edhe duaja që kur veshim rrobat e reja duhet të thuhet apo jo? Natyrisht, dua ka, domethënë dua të tilla që profeti alayhis salam ka mësuar, por me gjuhë thjesht, pa sforcu veten, pa mundu veten, sepse pejgamberi selam domethënë edhe duhat më të mira janë ato duhet që dalin nga zemra, nga sinqeriteti, ato janë dua, domethënë që me 2 fjalë, me 3 fjalë mund të jetë duaja më e mirë. Ashtu siç patëm rastin natën e Kadrit, kur e pyet bashortja e vet të pejgamberit selam se si duhet ta përjetojmë këtë natë, apo si të lutem këtë natë, dhe thjesht profeti tha, o Zot, ti je falës, e don falën, më fal mua. Po kjo është një lutje shumë e thjeshtë, por me peshë shumë të madhe, sepse profeti i mësoi se si duhet lutej në natën e Kadrit, që është nata më e veçantë. Domethënë duke ditë se nata e Kadrit është natë e cila përfshin 1000 muaj, një jetë njeriut, atëherë po të ishte ashtu do të ishte me fjalë shumë më të mëdha, do të mësonte profeti shumë më të mirë, po i ka mësuar atë çka është, domethënë elementare, esenciale. Për atë arsye duaja, lutja domethënë gjithmonë duhet të jetë ajo që është me sinqert. Nuk ka nevojë shumë mu zgjat edhe me domethënë me përdor figura, çfarë diun atë domethënë ato që ata ndikojnë më shumë edhe për njerëzit, por tek Zoti është sinqeriteti, nuk është se si kemi e shprehti para Zotit, sepse Zoti i din zemrat tona, i din qëllimet tona, i din mendimet tona, i din se si na të vërtet jena dhe domethënë ajo që është tek Zoti është ajo sinqeriteti, ndoshta edhe pa shpreh nganjëherë edhe me gojë, po mjafton domethënë ajo dëshira, sinqeriteti, besimi që kenen tek Zoti, edhe ajo është duaja më e mirë. Vërtet. Tani kur
kur jemi tek fëmijët, dim që Bashkia Islame i gëzon kohë pas kohe, sidomos në festa, i gëzon fëmijët, edhe nga ana tjetër, edhe gjatë muajit të Ramazanit, jo vetëm fëmijët, por të gjithë ndoshta kanë bërë ato, le të themi, donacionet e veta apo kanë shtrirë dorën për njëri tjetrin më shumë. Pa. Ashtu siç është edhe vetë emri, Fitr Bajrami. Pa, Fitr Bajrami. Në fakte, falë institucionit, donatorëve të ndryshëm, organizatave, të cilët kanë kontribu për këte vit, janë shprenda, domethënë një pjesë e shprenda në qytet, dhe pjesa tjetër pritet që sante, duke u referuar inshallah dhe kushteve më të mira, shpresojmë që sante në anë të malit të bëhet ndarja tjetër, kurse në pjesa tjetër për qytet ishte u bën shpërndarja aty në tek ish xhamia Meras, apo sot që funksionon si parkingu, ku në total janë shpërndar 1700 paku, apo paketic që i kemi thënë ne, të cilët për t'i gëzu fëmijët. Pra, është një numër i konsiderueshëm. Në shumëtit janë fëmijët të cilët mësojnë në mësim besim, por të tjerët të cilët domethënë varion mosha e vogël, si më thënë mosha më e vogël, jo, si më thënë to gjimnazistët apo ato të veçlit. Ato të veçlit. Që edhe gëzohen më shumë. Në netët dhe ditët e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, patjetër e dim që është mirë që të shpërndahen edhe sadakatul fitri dhe na tregoni pak cili është shpërblimi për të gjithë ato që japin sadakatul fitri. Po sadakatul fitri është diçka që është ndër pjesët më të rëndësishme, do thoja, në bazë të përshkrimeve që na jep pejgamberi alayhi salatu vesselam, Muhamedi alayhi salam, i cili biles kur shpjegon për qëndrimin e agjerimit, thotë se agjerimi qëndron ndërmjet tokës dhe qiellit është ai, pra sadakatul fitri, ai i cili e ngrit tek Zoti. Nga njëra anë, domethënë, apo po ta shohim ka përmbajtje sociale, domethënë, e gjithë, domethënë, sepse dhurimi njeriu që jep atë pjesën e një dite, domethënë një ushqimi ditor mesatar, do të thoja, se në pas saj është nxjerrën, i jep një të varfni, një familjari që është nevojë, apo raste të caktuara nxënësave të medreses, të cilët mësojnë besimin aty. Ka këtë dimensionin shoqëror, por në Islam feja na ka mësuar që edhe dimensionet shoqërore, sociale, duhet të kenë edhe atë përmasën e dimensioneve që na çojnë vertikalisht tek Zoti. Apo edhe në raste tjera anasjelltas, kur kemi, si për shembull namazet, apo adhurimet tjera të cilat bëhen si fillim ndaj Zotit dhe duhet të reflektojnë tek shoqënia, tek ana sociale, duhet manifestojnë ata tek shoqënia, në të njëjtën mënyrë edhe sadakatul fitri është ai i cili si fillim domethënë e ka atë domethënë ndikimin e vet tek shoqënia, por gjithsesi kjo shkon tek Allahu xhaleshanuhu, siç thamë, edhe agjerimi i cili qëndron ndërmjet tokës dhe qiellit, është agjeri, është sadakatul fitri ai i cili e çon tek Zoti. Dhe kjo është, si thosh, edhe një pastrim që i bëhet pasionisë tonë, po që i bëhet trupit tonë, sepse agjerimi në vetvete është pastrim, ashtu siç është edhe malli, apo zakati, apo sadakaja, që është pastrim për pasoninë tonë, në të njëjtën mënyrë. Janë të ndërlidhura ngushtë njëra me tjetrën. Prandaj sadakatul fitri ka një rëndësi shumë të madhe, bilet po t'i lejnë të në një anë, fakti që i gëzon zemrën dikuj që është në nevojë. Që është në nevojë është gjë shumë. Çfarë humbasim nëse nuk e japim? Ndoshta ka nga ata që nuk e di, ndoshta nuk e kanë shumë të theksuar që humjet janë të mëdha.
humjet janë të mëdha, sepse e para nuk e ndje, nuk është pjesë e kësaj feste, do të thoya, sepse në vetvete sadakatul fitri bëhet domthon më e mira të mira vesh deri në momentet e faljes bajramit. Pse lehet kjo për atë moment? Sepse ti kemi dhënë dikujt i cili do të bëhet pjesë e festimeve së bashku me ty. Dhe çfarë kuptimi ka për shembull nëse ne mendojmë feston një grup dhe një grup nuk feston. Është diskriminimi i madh, sepse pa marrë parasysh se si është jeta, apo jetojmë në një shoqëni ndoshta në një sistem i cili është sistemi hapun, ekonomia hapun, ekonomia e tregut dhe edhe njerëzit dikush mund shkojnë me pasuni më të madhe, dikush më të vogël, por është obligimi i gjithëve neve që gjithë njerëzit i gëzojmë, sepse në fund të fundit edhe i pasuni jeton në atë vend ku përfiton prej klases më të ulët ekonomike në shoqëni apo edhe më të varfërave tjere, sepse është i lidhur, njeriu domethënë çdo cili kryen një punë të vet në shoqëni dhe është e gërshetuar jeta, shoqënia është e atill të cilët çdo cili kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe askush nuk është i paamvarur në kuptimin e asaj që unë jetoj pa kërkan. Domethënë askush nuk mund të mendohet në qytet apo edhe në fshat apo kudo në botë që jeton i paamvarur prej askujt, sepse edhe pasonikat më të mëdha të botës, domethënë kur kanë nevojë për shtresat e tjera, sepse ai duhet t'ia shes mallin atij, në bazë të asaj edhe pasonohet. Prandaj, duke e ditë këtë që gjithë kjo pasoni që Zoti ja ka dhënë në kuptimin shfryzues, pronar është Zoti. Shfryzues është njeriu i asaj se çka e ka dhënë. Dhe njeriu i kalon për një dorë tjetër. Sa njerëz kanë kaluar në këtë qytet mijë vjeçar për shembull, të cilët kanë kaluar pasonitë e tyre nga në një tjetër. A mund thojë dikush se e ka pasoninë trashëguar për 2000 vjet rresht në këtë qytet? Është e vështirë, sepse është e atill jeta ku njeriu fiton edhe humb. Dhe kjo është në varësi të rrethanave të cilët jeton. Por gjithsesi shtresat e varfëna shoqënisë që në momentin e caktuar mund të kenë bën të pasun, apo nga të pasun mund të jenë bën të varfër, sipas rezultateve të kohës gjatë jetës, historisë së një vendi të caktuar, por ajo që ne kemi obligim është që gjithmonë duhet të kemi parasysh edhe shtresat e varfër. Alhamdulillah në qytetin tonë edhe ne kemi pas edhe ndarje, domethënë organizata jone Bereqeti, Skila ka nda jashtëzakonisht familjeve, qoftë donacione nga jashtë, por qoftë edhe nga brenda, apo sa ka njerëz të tjerë të cilët i japin zeqatet e tyre, sadakatet e tyre që i japin pa i ditë ne edhe që mesin fshehtas, domethënë tek njëri tjetri dhe është gjë shumë fantastike që e ka besimi ynë. Natyrisht edhe besime të tjera nuk përjashtohen që nuk e kanë, por besimi ynë i vjen një rëndësi të veçantë, sidomos dhurimit së zeqatit, sadakas, domethënë lemoshave, që gjithë ato kategorizohen në këtë anë. Kurani e përshkruan bukur dhurimin. Dhe thot, nëse doni që t'i jepni një fukaraje, ta ndihmoni atë, atëherë thot, në fakt kështu fillon. Nëse dëshironi që sadakat tuja mund t'i jepni haptas ato. Domethënë, dhe në to ka shpërblim, thot Zoti. Por nëse dëshironi që t'i jepni një fukaraje, atëherë jepni një fshehtas. Pra është një sentiment shumë i rëndësishëm thot. Pse i rëndësishëm? Sepse nëse njeriu do me ndërtu për shembull një xhami, apo do të ndërton një kru, apo do të ndërton, domethënë gjëra të ndryshme që i shërbejnë publikut, jetës shoqënisë në përgjithësi, që është me interes përgjithshëm, nuk preket kush. Në seder dhe për këtë domethënë shpërblim ka, sepse e premton Zoti që ka shpërblim, edhe nëse ai jep haptas. Por nëse sentimenti tu është, nëse do më dhon dikujt një personi, atëherë atë do të jap fshehtasi. Është sevapi më i madh.
Edhe këtu është ajo që e përshkruan shumë bukur Kurani këtë sentiment për të mos ta prekur njeriu i cili është nevojtar, sepse gjithë cili mund të jemi nevojtar në një çast caktuar, por në një çast tjetër mund të arrijmë të pasionia, dhe ajo atmosferën e kujtesën e tij, si mos bëhet prej, sepse njerëzit ka dhe njerëz që janë me mendime të këqija, që janë dashakeqës, që mund ta keqpërdorin një gjë të tillë, dhe kjo mund ta prekin atë në sedër dhe në sentiment. Po, por kohëve të fundit ne shohim që në rrjetet sociale janë të shumtë ato që edhe ndihmojnë, por edhe publikojnë. Cila është ajo që dojnë ndoshta edhe që të japin një farë mesazhi që duhet për të ndihmuar, apo duhet që të lajnë vetë? Ne për shembull, Bashkia Islame, organizimi që ka bërë me bereqetin, në asnjë çast nuk ka dhënë me figura publike, duke paraqit njerëzit publikisht. Edhe pse nga njëherë nga donatori kërkohet një gjë të tillë, neve në këtë sentiment jemi munduar që ta ruajmë, duke i bërë fotografi për shembull nga pjesë të ndryshme, duke mos ja paraqitur fytyrën, sepse ajo duhet që të argumentohet, sepse nëse vjen një donacion, po themi nga Emiratet apo atë duhet të arsyetohen që janë shpërnda. Dhe në këtë drejtim nuk ka asnjë të keqe, por t'i jepet dikujt, t'jepet një pako ushqimore dikuj që në fundit, për te është e madhe, po për atë dhanë që nuk është, sepse ai ka pasuni shumë më të madhe, nuk është e bukur, dhe për këtë Kurani është kundër. Lumai që ditë të sillet, le të themi edhe kur ka dhe kur s'ka të bëj atë sabrin, edhe lumai që di se si të duroj. E patjetër të gëzoj zemrat e besimtarëve. Falenderojmë. Sepse nga namazi i Bajramit të lënë vetëm pak kohë të shkosh në shtëpi të bësh Bajram, me njëherë të kemi çdo Bajram në studio për të bërë, le të themi Bajram me neve dhe me gjithë shikuesit. Ka kënaqësia jone dhe obligim, ndihem gjithmonë që të marrim pjesë dhe të ndajmë me gjithë teleshikuesit tuaj këto çaste të bukura të Bajramit. Gëzuar edhe një herë. Zotit na pranoj gjitha lutjet dhe me gëzime gjithë shikuesve tuaj. Amin. Tani ne dije që si gjithmonë në festën e Bajramit sjellim drejt për së drejtë edhe faljen e namazit të Bajramit. Meqense ka qenë në minutat e hershme të mëngjesit, është koha që pas kësaj interviste ta risjellim edhe një herë përmes ekranit të televizionit të UTA faljen e namazit të Bajramit. Shikim të gëmshëm.